Mirdita. Sot po bëj ca byreke të qastit. Byreke me brum, jo me peta dore. Bëhen shumë të mira dhe unë do t'jo tregoj se si e bëj byreket e qastit. Hedh mielin, e hap kështu pak në mes. Shtoj pak krip, me që se do bëhen me djath, nuk hedh shumë krip, pak fare, që mos të bëhen. Shtoj dhe baking powder. I përzej gjitha bashk. Dhe hap kështu në mes. Hedh kosin. Hedh një gotë kos. Hedh një vezë të plot, të bardhën dhe të verdhën. Dhe e marr tash me shpatullë e punoj. Shtoj dhe vaj ulliri. E mbledh mielin me shpatull. Bëhen shumë të mira, bëhen të qastit. Unë këto i kam pas bërë shumë, kur isha në Greqi për fëmijët që shkonin një për embesa që shkonin në shkollë dhe e mershin me vete. Namin kam për të fëmijët, po i përdorin dhe të mëdhenjt i hajnë. Bëhen shumë të mira. Se kush është gjyshe nën, mund t'i bësh shumë për fëmijët e vegjël që vjen në shkolla, tash i kanë filluar shkollat. Shtoj vajin e ullit prap. Dhe punoj me dorë. Fëmijëve vegjël po t'u japësh lekë nëpër shkolla, vjen marrin gjëra me çokollata, me gjëra ato që nuk ju bëjnë mirë, dhe këto bëhen jashtëzakonisht mira. Dhe nuk kanë shumë mundim, as ko nuk duhan. Vetëm është e brumi. Brumi duhet zënë i butë, se po të dalë brumi i butë, dalen dhe byreket e buta, nuk dalen të forta. Brumi s'ka nevojë ta punoni shumë pak. I shtoj edhe këtë vajin tjetër, pak nga pak vajin. Vaj dhe kos duan. Ky është brumi që duhet të dalë kaq i butë. E mbledh dhe bëj kështu si top. I shtoj pak vaj mbi vete. Dhe lë të pushoj për një qerekore. Mbas një qerekore i mbushi me djath. I mbuloj.
dhe një pecet për sipër dhe i lë gati një qerekore me 20 minuta. Brumin tash po ja hap mas një qerekore. Është firër është i butë siç sa duhet jetë i butë. Ka marrë fryrje, po jo si me maja. Nuk merr si po t'jedhësh majan e birës, është e kundërta, nuk merr shumë, po merr nga kosi. Dhe kosi e mba shumë të butë. Kaq i butë duhet brumi për këto byretjet e qastit. Nuk e ndaj me copa, me dorë. Vetëm lag majat e gishtëve me vaj ulliri. Dhe e shtroj kështu poshtë. E hap me dorë. Peta të vogla, bëjnë me dorë. I shtoj djathin. Djathin shtoj mu në mes. Mund të përdor një gjizën. Në Shqipëri ka dhe gjizë. Dhe hap. E mbyll kështu. Marr një pirun. Dhe e shtyp kështu me pirun që të mos dalë harxhi jashtë. E shtyp pak me dorë. Këto janë byreqet. Dhe i vë me radhë në tepsi. Pra pak vëndin këtu me vaj, edhe gishtat që të mos njit brumi. I shtoj prap djath. Furrin e kam vënë, furri duhet jetë i nxehtë. E kam në 180 gradë, poshtë lart pjekjen. Këto janë byreqet. Po e vej dhe këte, fundit. Këtu tash i kam të verdhat e vezës. 2 të verdha vezë kam me pak qumësht. Sa i kam shkriqik vezën dhe i lyej për mbi vete. I bëni të mëdhenj sa të doni, atë është në dorën e çdo njeriu që po të doni të nxjerrni me këtë mas që kam hedhur, mund të nxjerrni më shumë byreqe, mund t'i bëni më të vogla. I shtoj pak fara. Farat nuk është nevojshme, po t'i keni, hidhni pak mbi vete, po si nuk i patët, nuk është nevoja. Bën edhe pa fara. Unë me që i kam, më ndodhin, po i hedh. Tash po i fut për pjekje. Mund haj 10 me 12 minuta, jo më tepër.
Këto janë byreqet e qastit, dalin shumë të mira, të buta, dhe këtë butësi e mbajnë me dytë. Me 2-3 ditë e kini po kështu të butë byrekun. Po e qajni me që se janë shumë të nxehta, shikojni sa të mira që dalin. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj një ditë mbar, shëndet dhe pres komentet tuaja. Shumë faleminderit.